me trumpizmin i kanë punën në rregull. Atë se di. Nuk e di. Erdhi Lacivita. Po. Lacivita erdhi edhe iku si që një rahur. Lacivita ishte një xhero me gjuf ka një hiç që u tall Berisha me shqiptarë duke u paraqitur si kur ishte përfaqësuesi i shtetit e iku pa namë pa nishan. Morçar lambrapa. Humbjen. Se hyri njerë një mizë në vesh të buallit, dhe kur doli, i thot buallit, më falë zoti bualli, thot. I thot bualli, nuk të mora vesh, i thot, as kur hyre, as kur dole. Dhe ne Lacivitën se moro vesh çfarë që, çfarë tha, çfarë solli, çfarë mori me vete. 1-0 me gjuka, talli, ore këta janë mashtrus ordiner, janë mashtrus pas skrupull. Po prandaj urrej sot Sali Berishën unë, sepse po në tall, jo mua, mos më tall do taj, se s'ka kura dal para meje, se ja kam thënë disa herë në për videot tuaja, dhe kam thënë dil po je burë të ballafaqohemi bashkë, të ta bëj unë gjyqin. Jo partizani e ballisti, po aty të përgjigjet për ato që ka bërë, për të gjitha, zgjedhjet e 96-ës, vrasjet e 97-ës, vrasjet e 2 prillit, vrasjet e 21 janarit, të tëra. Megjithatë Rama ka krau tjetër i ka punë të mirë me Dhëndrin. Ndoshta mund ta takojë dhe andej. Mund mos shkojnë në departamentin e shtetit ose në Mar-a-Lagos, në shtëpinë e Trumpit, në rezidencën atje, por me Dhëndrin mund t'i ketë punë të mirë, se Dhëndri ti e di, është pjesë e shtëpisë, ne kemi diskutuar edhe herë tjetër avokat. Më fal një sekond. Është pjesë e shtëpisë apo është pjesë e shtetit? Po, tani shtëpia ata do mblidhen një herë javët andej, edhe Dhëndri do i bie për diskutuar për Sazanin. Po jo zotri, Dhëndri nuk është pjesë e shtetit. Vetëm në vaft që të fejoj atë vajzën e lindës. Se përse do vej atje. Dhëndri, se me sinceritet nuk e kuptoj këtë logjikun. Me që ka muhabet me Dhëndrin edhe do përfitoj gjithçka. Jo zotri, nuk është kështu. Dhëndri e ka vendin në fund të shtëpisë, dhe në Amerikë dhe në Shqipëri. E këtu është tradita jonë, po. Edhe ata ashtu e ka, gjithë bota ashtu e ka. Por Trumpi nuk lë njeri të dalë mbi vete, do lejoj Dhëndrin që të bëj Dhëndri maskarallëqje dhe pazare me Edi Ramën, që bëni kështu. Jo zotri, mos e mendoni fare këtë. Për ta mbyllur me këtë avokat, pra ju mendoni që ndoshta mund të ta fusi edhe në kurs Ramën në këtë vizitë që do bëjnë në SBA? Nuk e di. Unë të isha unë Amerikan, Edi Rama do të arrestoja sa të zbrisë në aeroport. Dhe do të thëshajtë këto tani, jep llogari për pislëqet që ke bërë me Gonigallin. Tani, se sa i fort është George Sorosi, i plaku, që është që s'po i del shpirti akoma, apo i biri, këtë nuk e dim, se çfarë ndodh në politikën e brendshme amerikane, nuk e dim. Dim vetëm kaq, që janë ngritur dhe po protestojnë në Kaliforni, që janë Meksikanë, që janë emigrantë, ata kundër politikës e emigracionit të Donald Trumpit. Këto i di, dhe di që ka probleme të brendshme Amerika, sa që u detyrua presidenti amerikan të nxjerrë gardën e shtetit. Avokat, për të ardhur tek problemet tona këtu, Partia Demokratike njëherë zë me gojë, njëherë tërhiqet nga qeveria teknike, njëherë përmend, njëherë se përmend. Ju si e keni parë? Unë e kam parë që është një fiasko Partia Demokratike. Sali Berisha është një fiasko. E di kujt i thon fiasko që ta din qytetarë shqiptar?